që jeni bashkë dhe më vjen shumë keq se jeni sinqert. Nga fjalimet nxorrat që nuk jeni sinqert. Sinqeriteti juaj transportohet ke ne dhe kështu si bëjmë ne. Nuk jeni sinqert, atë do të ishi marrë vesh përpara ju këtë kështu që ne. Të ishi marrë përpara vesh, të ishi ra dakord. Paktën parim, edhe të na shprehni ne kur folet me një parim. Jo vini këtu e në bashk e në të ndalë. Është gabim shumë i madh. Shqipëria s'ka vujt kur për reforma, ka vujt për sinqeritet. Ka vujt për sinqeritet. Kthej ke sinqeriteti. Bëj njerëz të përgjegjshëm. E mira është e mirë, e keqja është e keq. E din gjithë kush është e mirë, edhe ju dini më mirë se ne. Reforma territoriale ka të mirat e veta, po ka edhe të këqijat e veta. Kush është e mira që ka bë? Kishim 14 kretar komunash, 14 bodyguarda, 14 shofera. Këtë me Vilan Tiranën. Gjithë me Vilan Tiranën keni. Le të dalin të flasin një me mua këtu. E dyta, duhet futi një ligj. Shqiptari zgjidhet me votë lirë, jo me lista partish. Jo me unë jam 20 sa vjet shqiptar, jo me lista partish. Jam i pavarur, nuk jam as me këta, as me këta. E din me këta. Jam çdo kritik po se vën vesh se këta ku kanë interes bën me këta. Ku kanë interes edhe veta me këta i ke. Lez bëjnë laka këtu këta. E treta, çdo kryetar bashkie që zgjidhet kur dëzoj mandatit, futja në ligj 10 vjet rrin vendin ku ka qenë drejtues. Që ta ndjej çka ka bë vet. Se këta vinë pasuron këtu edhe ikin. Vinë ai deputeti nga Tirana këtu pa shtëpi, pa katandi, pa dresh. Dhe vinë edhe 8 men. Men mund të rriti. Jo zotëri, futja në ligj. Dhe bësh deputet rri 10 vjet libër. Shqiptari 5 vjet. Shqiptari që zgjidhet 5 vjet rri këtu, çove çai ka bë këtij vendi. Ne ja kemi bë këtij vendi, s'ta kanë bërë reformat. Ta nuk lexon, shoh këshill, asnjë nuk lexon. Asnjë. I kanë marrë mendimet për jashtë, vin, dërën PD-s bashk. Miktroni. Opozita duhet e fortë, duhet e sinqert. Jo me mbashtrime. Ndërtën mu komunat. Komunat që skandal, që një skandal që po të bëhe me 13 komuna të Ibret. Shofer, bodyguard, sekretare. S'vite lek për pollën pjatine, ta hajtë hanë njëni, ta hanë, shën hanë e sa për 14 vete, ta hanë ma pak. Kështu që fut një në liqë, shqiltari të zgjidhet nga i hapur, fitoj e kush dëje. Kretari bashkis 10 vjetë rri me shpi këtu. Pune njërë, pune e këtu njërë si zëtni. Se janë bë, shof, drejtorat një, kretar të komunave të di, nuk din me bë punë qëtër mo. O deputet du të bëhë, bile pretendenti zonë, edhe një ke ministrit një pjesë, sa të bëhë ndonë. 3 minuta i krym. Këke njës. Falemderit shumë. Tani. Po ju lutem, a mund ta mbajmë pak rendin? Tani jo, e kemi këtu, do ta kalojmë te financat. Tani, për mua është shumë e rëndësishme po jam o pyetje pastaj. Tani, do mbetemi pak tek financat, se është shumë e rëndësishme kjo. Dhe futemi tek shtylla financave. A paguen më shumë taksa dhe tarifa se dje për para reformës sot? Tani o do vazhdojmë ose mirë mbrëma dhe faleminderit qytetarëve. Dhe duhet ta mbaroj pak pyetjen. Ndërkohë që paguen taksa, a merrni po të njëjtën cilësi shërbimi në raport me taksat që paguhen, apo këtu ka një lloj objekcioni dhe ka diçka për të përmirësuar? Atëherë, mendoj dhe gjykoj që paguen më shumë taksa, por se duke u zmadhuar bashkia, këto taksa humben tek arka e madhe dhe kur vjen puna ti kthehen në shërbime qytetarit, këtu pastaj nuk ka barazi. Detyrimisht, hedhja e taksave në një ark të madhe, ku kryetari i bashkisë pastaj nuk ka në fokus qytetarët, sepse po të shkojmë tek parimet e kartës së autonomisë vendore,
Parimi bazë është parimi i subsidiaritetit, që do të thotë t'i afrojmë bukën qytetarit, jo ta marrim qytetarin, ta çojmë tek buka. Ta çojmë rrugën tek qytetari, mos çojmë qytetarit tek rruga. Pra, tendenca ishte me statistika që gjithë Shqipëria i është vërsulur Tiranës apo dhe qyteteve të mëdha. Çfarë mund të bëjmë që me një reformë territoriale të bëjmë të kundërtën, pra të parandalojmë këtë hemoragji të shpopullimit, qoftë drejt Tiranës, qoftë përtej kufive të Shqipërisë. Pra mundemi të bëjmë këtë, që qeverisjen ta çojmë te qytetari, më pastaj, si rezultat, flasim për Bashkinë Bulqis. Ju lutem, që mos flasim për Bashkinë Bulqis. Pra, në Bashkinë Bulqis, përkundër statistikave që përmendi i punësuar i bashkisë, pra ka një shpopullim masiv. Ka shpopullim prej më shumë se 1/3 së popullatës në përgjithësi, ka fshatra të shpopulluara me 2/3, siç është Mazhica, Gjurasi, Tërnova e madhe e vogël, Leçani, fshatrat Ostenit, fshatrat Zerçanit me radhë. Ka fshatra që shkojnë edhe drejt Shfarosjes. Pra po shfarosen disa fshatrat Bashkisë Bulqis. Po të kthehemi në një reformë tjetër, nëse Bashkinë Bulqis e çojmë diku tek pra Bashkia e Golobordës, siç ka dhe traditën gjuhën e tjetër, një bashki që mund të jetë Shupenza, që mund të marrë dhe Gjoricën, apo një bashki mikse që përfshin fushgropën e parë të Lumit Trin, që është fushgropa pra. Të lutem Astrid, atë dëgjuam. Astrid, dëgjuam tani. Pra, fushgropa Maqellar, Shupenzë dhe Gjoricë. Pra kjo do të ishte një bashki funksionale. Që mund të ishte një bashki funksionale sërish pa Kastrioti, si vendlindje Skënderbeut, dhe do të përfshinte pra Peshkopi deri në kufin me Bashkinë Kukës, dhe do të kishim bashki funksionale. Parimi është ky, nëse bashkit i zmadhojmë, i afrojmë më afër qeverisë, i largojmë nga autonomia, i largojmë nga demokracia vendore, e largojmë shërbimin nga qytetarët, dhe ndërkohë, nëse ne i afrojmë afër qeverisë, qeveria do t'i glabroj. Po i afrove pulat afër Dhelprës, Dhelpra dihet, janë pulat. Dhe një tregus që kjo reformë nuk funksionoi, 1 minutë, është që, pra, nëse i afrojmë afër qeverisë, del kryeministri me një urdhër janë tërhequr të gjithë drejtorët e administratës dhe administratorët. Pra që do të thotë bëhet segmenti i qeverisë, nëse ti zmadhon i afron afër qeverisë. Faleminderit. Kundër kësaj është një reformë tjetër. Faleminderit. Okay. Faleminderit gjithë. Do të lutesha të mbanim 3 minutat, po kemi zotrin dhe jemi tek financat, e taksat e shërbimet. Po ta jap mikrofonin, është për ty. Përshëndetje të gjithëve. Dhe 3 minutat e tua filluan tani. Po. Unë jam Razi Rama, ish kryetar komune, përfaqësuesi i shoqërisë civile në këtë moment. Dua të flas në lidhje me reformën territoriale, dhe reforma territoriale shihet si një reformë, një zonë funksionale. Zona funksionale duhet të jetë ndërthurje mes njëra tjetrës, demokraci mes njerit, bashkëveprim ekonomik, financiar dhe shërbime kryesisht. Mirë po, ky parim në kushtet aktuale nuk është i respektuar. Me të vërtet, nuk dëshirojmë që t'jenë 370 komuna. Mund t'jenë edhe shumë më pak. Unë jam që të rritet numri i bashkive. Dua të them edhe 2 paraforce që identitetin e një zone e përcakton zona, jo qytetari i Peshkopisë. Do t'i them edhe përfaqësuesi tjetër që komuna Ostren kur është dorëzuar me gjendje financiare, jo me borxhe. Prandaj në këtë kuptim, Golloborda ka ca karakteristika të veçanta. Parimi kryesor është dëgjuesia. Kjo nuk është dëshira ime. Kjo është në sheku e lënë aty. Si mund ta ndryshojmë ne? Zoti Mazniku tha duhet shifen traditat, pikërisht për këto tradita duhet flasim. Prandaj unë kërkoj që Golloborda ka historinë e vet, ka kulturën e vet, ka identitetin e vet, kombëtar dhe zonal, për cilën ne e ndjejmë veten krenar.
Duke patur këto nivele karakteristikash, kërkojmë që bashkia Gollobord të krijohet, nuk është bashki as bullgare, as maqedonse, sepse aty jetojnë komunitetet të ndryshme, është heterogjene, por funksionaliteti në shërbim sot në kushtet aktuale është vlen për të dëshiruar. Nuk ke një punojës të punësuar në Bashkinë Burqis nga zona e Gollobordit. Në 500 punonjës që ka Bashkia e Burqis, përveç 5 janë në Ostren e 5 janë në Trebisht, bile edhe nga Shurpenca punësojnë në Ostren, sepse sigur atje s'ka njerëz. Parimi dytë është parimi përfaqësimit. Zona e Gollobordit nuk është e përfaqësuar. Prandaj në këto kushte, duke patur parasysh këto veçori, kërkojmë që bashkia të jetë e krijuar në Gollobord. Ky është niveli. Një diçka tjetër, për sa i përket financave, po jap një shembull të vogël. Kur ishin 2 komuna, po marr 2 komunat. Koha mbaroi, ë? Të lutem, edhe një sekond. Golloborda duhet të kthehet te identiteti vet. Duhet të kenë ndryshim qarku. Dibra t'i kthehet Stebleva, që ka kaluar me qarkun e Elbasanit. Qëllimisht është bora e ndarje, 92-shin, e ka bë PD-ja, e ka bë gabim. I krym. Faleminderit. Do mbetemi pak tek financa se zotëria këtu ka fjalën. Ka një diskutim, tani se me që e vendosëm si penalti këtë punt, kemi një lloj balance, logjike. Mirëmbrëmje të gjithëve. Mirëmbrëma, ju lutem, mund të prezantoheni? Unë jam Daliu, me profesion ekonomist, ka 42 vjet të jetës time, 20 i kam harxuar në bashkëpunim me organizata dhe ndërkombëtare. Dhe unë do të përpiqem të sjell të disa tregues që kanë bëjnë me pjesën para reformës dhe pas reformës. Atëre, si pas treguesve, rezulton që numri kompetencave të bashkive ishte 32, nga cilët 24 ishin të kufizuara dhe sot janë 38 të gjitha të plota. Shpenzimet, investimet vjetore janë rritur në bashkim Peshkopi, bashkim Dibër, janë rritur mbi 2.3 herë. Rrjeti rrugor i asfaltuar nga 136 km para reformës, sa për afro 25 vjet, pas reformës ka rritur në 291 km, duke u shtuar me 165 km gjithsej. Dhe nga 8 njësi administrative që lidheshin me rrugë deri në qendër përpara, numri i tyre pas reformës ka rritur në 12, duke përfshirë kryesisht Lur, Luzni, Aras, Fushqidhen e tjerë. Nga 18 fshatrat lidhur me rrugë të asfaltuar para reformës, numri i tyre sot është 70. Largimi mbeti urbane nga 4 njësi administrative të përfshira përpara reformës në shërbimin e largimit mbetjeve, sot kemi 12 të përfshira në këto. Numri i turistëve ka ardhur gradualisht duke rritur, sidomos me hapjen e rrugës Arbrit, dhe është plotësuar difishi krahasimisht në periudhën e mëparshme, duke rritur 25% në vit dhe duke arritur në 1 milion ditë turistë. Dhe kthimi i dibramëve si cilët janë larguar më parë në rajonet tjera dhe ka edhe nga ato që ndodhen në migracion, ka filluar të ndodhë. Është një numër prej jo më pak se sa 500 pas ndërtimit të rrugës Arbrit dhe pavarësisht nga fakti që kemi edhe fshatra me distancë largët, unë personalisht mendoj që reforma e ka kryer më së miri funksionin pavarësisht problemeve. Ju falenderoj. Faleminderit juve. Tani, kur erdha këtu dhe më thanë do futesh që të moderosh debatin, më thanë bëu gati se ndonjëherë të gjithë mërzitjen që kanë ata që s'flasin do ta marrësh ti. Unë nuk do doja ta kishit me mua fare. Sepse unë sot kam marrë si një gazetar, natyrisht as i lidh me asnjërin prej palëve,
në jetën time bëj një gjë tjetër, ishe realisht shumë interesante t'ju dëgjoja të gjithëve. Por ama nga ana tjetër, do doja të na mirë kuptonit për kohën. Pra të na mirë kuptonit për kohën, të falenderoj, por na mirë kupto për kohën. Tani, duke qenë se i kemi mbyll 3 shtylla diskutimi, unë ja kaloj fjalën zotit Mazniku dhe zotit Boçi, dhe kështu përmbyllim mbrëmjen sot. Zoti Mazniku. Atëre, të nderuar miq, do doja vëmendjen tuaj do ju marr shumë pak minuta për të bërë 2-3 përmbledhje mendime të asaj që lexoj nga një pjesë e madhe e dëgjesave që kemi bërë tani, po dhe nga dëgjesa që kemi bërë sot bashkërisht. Spari dua të vlerësoj mendimin e gjithse kujt këtu. Unë besoj që është një vlerë e jashtëzakonshme, mundësia që të rim bashk, flasim tot secili mendimin e tij, ta dëgjojmë, dhe unë besoj që pati shumë mendime të vyera nga shumë miq, pavarësisht kaut politik të cilët i përkasin. Ne jemi vend mjaftueshëm i vogël që kemi nevojë për kontributin e çdo njeriu, dhe veçanërisht njeriu i cili ka shërbyer në një detyrë publike, pavarësisht kaun e kujt, ka një eksperiencë e cila na vlen për të kuptuar si mund të bëjmë gjërat më mirë. Në thelb, siç e tham fillim, është shumë e rëndësishme kjo që flasim, dhe kemi disa dilema që janë shumë normale, janë këtu, po janë kudo. Dilema e parë është si e realizojmë, ku e gjejmë ekuilibrin midis ofrimit të shërbimit dhe të pasurit mundësisë të ofrojmë shërbimin afër njerëzve. Dhe ku është ekuilibri? Një miku im përmendi këtu tani fjalën subsidiaritet, që është një ndër parimet e rëndësishme të mënyrës se si është organizuar pushteti vendor, por dhe Bashkimi Evropian. Çfarë thot ai parimi? Thot, shërbimi duhet të ofrohet sa më afër njerëzve. Po kjo është pjesa e parë, fjalia vazhdon, dhe një pjesë e njerëzve lexojmë vetëm pjesën e parë të fjalisë. Fjalia thot, sa më afër njerëzve ku është e mundur të ofrohet shërbimi. Se ta çojmë më afër njerëzve një pikë ku nuk është më e mundur të ofrohet shërbimi, atëherë se kemi çu shërbimin. Me drejt antari tjetër, edhe do doja të thosha mik Joni Xhelali, thotë që neve duhet ta çojmë hipotekën ke bashkia. Tha duhet të çojmë policinë ke bashkia. Jo, duhet të çojmë transportin, arsimin. Këto janë debate që janë me vlerë shumë dhe duhen bërë. Por ama çështja është si e çojmë ne arsimin një vend, dhe a kemi dot në një njësi administrative që sot ka 700 veta një njerëz që të menaxhojë arsimin, apo një polic që të menaxhojë trafikun, apo një inxhinier që të bëj planin urbanistik të asaj zone, apo një arkitekt që të bëj plan. Dhe më e rëndësishmja, një njerëz i cili mund të bëj projekt për zhvillimin e asaj zone që të jetë i shkruar për të shkuar në Bruksel, për ta fituar në Bruksel dhe pastaj që të vinë investimet aty. Pra, ku është ekuilibri se mes 700 vetave a kemi dhe inxhinierin dhe arkitektin dhe juristin dhe ekonomistin dhe financierin dhe juristin? Kjo gjëja e bën shumë të vështirë, dhe kjo është dilema që gjejmë. Ku është pikprerja? Ku kemi mundësi ta ofrojmë shërbimin afër? Dhe këtu diskutohet shumë për çështjen që thotë që shërbimi afër. Shërbimet sot, një pjesë të madhe kemi mundësi që t'i aksesojmë pa pas nevojë të shkojmë ke dera e zyrës. Objektivi jo nuk duhet të jetë ta kemi derën e zyrës afër. Objektivi duhet të jetë akoma më shumë të mos ketë nevojë qytetari të shkojë fare ke dera e zyrës. Ta marrë shërbimin pa pas nevojë të shkojë ke dera si ke njëra si ke tjetra. E dyta, dilema e dytë që kemi është ne flasim për autonomi financiare. Që bashkitë këtë autonomi të vendosin vetë si të shpenzojnë lekët. Shumë e drejtë. Dhe kjo është element që duhet dhe kanë. Dhe flasim të kenë më shumë autonomi, të vendosin më shumë. Tani, pjesë e çështjes vjen ne në për shtëpiat tona, dhe këtu kemi edhe më shumë. Themi dëgjoj, do ketë mundësi të themi çunit që të ketë mundësi me fol më shumë për si shpenzojnë lekët kur të kontribuojë ca lek, kur të sjell ca lek. Dhe pjesë e debatit është sa para vijnë nga komuniteti, nga taksat dhe tarifat, dhe sa vijnë nga qeveria qendrore. Gjëja që gjejmë është ca dhëna interesante se na ndihmojnë kur e kuptojmë dhënat. Bashkit në Shqipëri mesatarisht marrin nga të ardhurat e veta diku ke 15.000 lek për frym në vit. Mesatarja e gjithë bashkive të Shqipërisë. Dibra merr 2.700 lek. Ja del mbledhje 2.700 lek. Pra do thot rreth 5 herë më pak se mesatarja kombëtare. Mati 6.463 lek, diku ke gjysma. Klosi 3.000, Bulqiza 3.000. Ndërkohë që
qeveria ndan rreth 9.400 lek për frym në të gjithë mesataren shqiptare. Dibra merr 9.500, ke mesatare kombëtare, Mati merr 15, diku afër 2 fishit, Bulqiza merr 17 dhe Klosi merr 10, diku mbi mesataren. Që do thot elementi i mekanizmit për t'i dhënë më shumë atyre bashkive, që nuk ja dalin dot se ekonomia është më e varfër, të mbledhin, të marrin pak më shumë nga qeveria, xha funksionon. A mund të ketë më shumë? Padyshim që mund të ketë më shumë. Por ama këto gjëra vijnë bashk, autonomia është e lidhur me mundësinë për të mbledh. Nga ana tjetër, kur sot bashkitë e mëdha mbledhin këto të ardhura në 600 veta, në 700 veta, në 900 veta, në 2000 veta, sa takat do ketë bashkia me mbledh të ardhurat e veta? Se autonomi me kërku themi, ne duam autonomin, vendimin për lekët si shpenzojmë ta marrim ne, po lekët na vinë nga qendra, është çik pak ekuilibri i vështirë. Dhe elementi i tretë i dilemës që gjejmë është elementi midis bashkitë me drejt kërkojnë më shumë kompetenca. Shumë e drejtë, duan më shumë kompetenca në fusha të caktuara. Po kompetencat kërkojnë kompetencë. Si e gjejmë ekuilibrin midis të pasurit kompetenca më shumë dhe kompetent njerëz me aftësinë e dur për ta zbatuar këtë kompetencë. Ndaj dhe bërja e këtij debati, gjetja e këtyre zgjidhjeve dhe nisja e diskutimit nga funksionet që bashkitë kanë, ke financat që bashkitë kanë dhe eventualisht ke territori, janë padyshim mekanizma që ne japin mundësinë që të zgjidhim më mirë problemet e bashkive, që qytetarëve t'i ofrohet shërbim cilësor, t'i ofrohet infrastrukturë cilësore, të kenë më shumë financim nga qeveria qendrore, të kenë më shumë mekanizma që është më rëndësishme të përfitojnë financim nga qeveria, jo vetëm nga qeveria qendrore, po dhe nga Evropa për të zhvilluar territoret e tyre. Ju faleminderit shumë për gjithë kontributin dhe mendimet tuaja dhe do jemi sërish në diskutime bashkarisht. Po dhe unë kludem. Edhe unë dua t'ju falenderoj për gjitha mendimet që hodhët këtu. Unë nga profesioni jam profesor, në fakt, edhe përgëzoj ato që ishin para përgatit mirë për këtë gjesë që kishin dhe letrën para, por vlerësoj shumë përgjigjen pa letër. Gjithsesi, kjo është situata dhe nga ajo që pam janë përvijuar dy qëndrime, qytetarë që janë të mërzitur nga 2014, nga reforma dhe zyrtarë që janë shumë të lumtur nga reforma. Dhe po sepse zyrtar, administrator, të punësuar e tjerë. Dhe të lutem mos më ndërprit fare. Dakor. Dhe ka një gjë. Në qoftë se vërtet reforma e 2014-s që ka që mirë, atëherë pse po bëhet kjo reformë? Dhe një gjë, ja do ta them unë pse do shkojnë në komision. Pikërisht, sepse ka një gjë, reformën e kërkoi qeveria, s'po bëjmë dialog. E kërkoi qeveria, nuk e ka kërkuar opozita. Dhe përderisa gjendja që ka kaq e shëndosh në financa, në shërbime, në kompetenca, se u numëruan 32 këtu. Dhe në elementet e tjerë, po pse kemi hyrë ne në reformë, ju me kërkesën e qeverisë? Pse kemi hyrë? Pse është kërkuar kjo gjë? Sepse qasja në faktu është e gabuar, se këtu u fol 2014 me 2005. Jo, 2014 në raport me pritshmëritë. Çfarë u premtua dhe çfarë realizoi? Çfarë nuk realizoi? Sepse nuk realizoi se situata është kjo që e thon njerëzit sot, se nuk ka shërbime. Dhe ka dy qëndrime shumë qarta. Pjesa këte niset nga harta për të shkuar tek qytetari, thot harta është shumë e mirë dhe po zvoglohet, po t'ulet numri do bëhet më e mirë se kështu shkohet ke qytetari, që nuk qëndron, se është paksa logjike, dhe qëndrimi tjetër niset nga qytetari për të ndërtuar hartën. Atje ku qytetari e do territorin funksional, tha zotria i fundit, se duhet jetë funksional, pa tjetër që ne duhet ta bëjmë funksional, nga identiteti, nga ekonomia dhe nga gjithë shtrirjet e tjera. Këto janë dy qëndrimet dhe po të vazhdojmë më tej, qëndrimi këtu është ulja e numrit bashkive. Shumë mirë, Klosi e kërkoi, Mati e kërkon, Bulqiza, dhe unë i mirë kuptoj. Dhe
variantet e shprehura nga PS-ja, pse i fshehim ne? Janë dy variante. Bashkia e Madhe thith bashkitë e vogla, nuk e kam thënë unë, e ka thënë zoti Mazdiku mbledhjen e grupit parlamentar të PS-s. Një variant ky, dhe varianti tjetër, kthimi tek formatet e komiteteve tretheve, ku është komiteti dhe gjithë tjerat përpihen për qark komitetit. Ja pra që ulet numri i bashkive. Tjetra është ulje më e vogël duke rritur funksionin e qarkut. Tjetra është ulje prape numrit më e vogël se 36, por duke futur në loj rajonet. Këto janë variantet. Përkundër kësaj, ne jemi shumë qartë. Ne nuk po themi as pak, mos e mendoni, të kthehemi ke 373. Absolutisht, absolutisht. Optimizim i numrit bashkive atje ku banorët e kanë domosdoshme. Në bazë të identitetit tyre, historik, tradicional, shpirtëror, ekonomik, funksionaliteti i territorit. Po na duhet për këtë një model europian, shumë sakt. Cili është modeli europian? Shtetet e ndryshme europiane kanë modelet ndryshme. Por ama modeli niset nga popullata dhe mesatarja e Europës është 6.000 banor për një bashki. Kjo është mesatarja. Për vende malore është 1.500. Franca i ka dhe me 300. Dhe një element tjetër kryesor për të pasur bashki sipas parimeve europiane është aksesibiliteti. Sa kohë e arrin qytetari qendrën e bashkisë? Për sa kohë? Në Europë standardi është 30 minuta. Ikje 30 minuta kthim. Sa realizohet këtu në Dibër? 2 orë, tha njëri, është nga 10 orë u bë 2 orë. Është 2 orë, është 3 orë, është 4 orë. Është shumë larg dhe nuk e arrin dot. Dhe me qenë se u fol parimi tjetër, subsidiariteti, afrimi i shërbimit tek qytetari, dhe zoti Mazdiku i shtoi një bisht. Tha, atje ku mund të shkoj shërbimi, jo, po më dhe afrojmë ne, si e afrojmë? Ndryshojmë kufirin dhe i ndryshojmë qendrën. E afrojmë qytetarin me shërbimin tek qendra. Dhe kjo nuk kërkon as pak kthim ke 373, por ama, nëse Lura e kërkon bashkinë e saj, le ta kërkoj, le ta bëj. Nëse Shupenza e do, le ta bëj. Nëse Godoborda e do, le ta bëj. Dhe në fund fare, standardi europian për ndarjen e hartës, e dini kush është? Në përputhje me kartën europiane vetë qeverisjes vendore, referendumi. Hajde pra të bëjmë referendum. Kush do të bashkohet, bashkohet, kush do të ndahet, ndahet. Referendumi vendos gjithçka, sepse 2014 u bë pa referendum.